Hoxha e lodh. Ja. Ndeshta me të pyet familjar që në kanë vdek, a mendojnë në tjetrën botë si ne që mërzitemi. Allah t'i mëshiroft ty edhe neve të vdekurit tanë. Lusë Allah që t'i takojmë në xhenet. Shpirtat e tyne nuk vdesin, edhe ata kanë të njëjtën logjikë si që kemi na. Do më thonë, trupi tyne ka vdek, është në dhe, kalbet, ata nuk kanë lidhje me trupi, nuk e ndjenë kalbjen e trupit, terën e asaj grope të varrit, absolut. Tjetra, ata kanë mendje të shëndosh si kurse ne, por a mërzitën për neve. Na kujtojnë neve. Mu mërzit, nuk më ka ra me lexu a mërzitën kështu që është mërzitemi ne, por padyshim që ndikan ndarjet të ta. Edhe pse ata janë dy kategori parimisht, ata që jetën e berzahut, jetën e shpirtërorit varrezave. Kategoria e parë janë ata që u qilet një derë për xhenetit edhe ju vjen nga mirësitë dhe knatësitë e xhenetit, edhe kategoria e dytë ata që u qilet një derë për xhenemit. Këta që u qilet dera për xhenetit ngushëllohen, edhe qetësohen përmes kësaj mirësie që vjen për xhenetit. Edhe kështu që mendoj që nuk kanë kohë me u mërzit për neve. A na kujtojnë po. Ata prej xhenemit që u qilet dera dhe ju vjen ato vështirësitë e xhenemit edhe i ndjenë, s'kan kohë edhe ata me u kujtu për neve të u marrë me vetën e vetë. Është përmend në hadith se kur vdes një person, shpirtat takohen në botën tjetër edhe pyesin, ç'është filani, çka bën fisteku, a martu ky, a ju bë djali atij, a marti çikën filani, edhe i shkojnë lajmet. Po ashtu është transmetuar se na kur bëjmë një vepër për shpirtin tyne, ju shkon sevapi që kemi bërë për shpirtin tyne, jo që në Allah përmes melaqeve, filani, fisteki, filani ka bërë këtë sevap për ty. Pra në këtë formë, po du me të thonë me perceptu botën e jo me thonë ata rinë aty në varë, ata shmërzitën am, karamallin me pa djalin, me pa qikën. Dhe më thonë, është ma shumë çështja ma madhe se sa që ke botin pyetje. Allah na faltë, Allah na mëshiroft kur vdesim. Amin.